Më shkurt lutëm. Po, unë konsideroj që me qenë se Qendron Kastrati është një garë, Kamenicasit duhet të jetë gëzuar që ai kandidon, sepse është edhe i dëshmuar, por edhe është personaliteti më i përgatitur në Kamenic, është edhe i familjes shumë të patriotike dhe i ka kapacitetet profesionale dhe është nder për Kamenicasit që ta rikthejnë atë në postin e kryetarit, duke pas parasysh se ai ka qenë i luftuar edhe nga lëvizja vetëvendosje dhe krahasuar me kandidatin e lëvizjes vetëvendosje, i cili besoj që ka një reputacion të jo të mirë dhe nuk duket që ka aftësi as intelektuale për ta udhëhequr një komunë. Gjithashtu kandidatët tjerë kanë serioz, sidomos mund ta lavdërojmë Partinë Demokratike për kandidaturën për një femër në Kamenic, në Malsi, siç e tha Matoshi, që ka avancuar një femër që të kandidojë, të përballet me elektoratin e saj. Ishte dinjetoze dhe propozoi edhe projekte konkrete siç ke parku industrial në Kamenic dhe kandidati i Aleancës ishte mjaft serioz dhe unë konsideroj që mbi këtë bazë Qendron Kastrati dëshiroj dhe dua që Kamenicasit ta kthejnë në komunë, por që ndoshta agora do të përfundojë me balotazh dhe në fund